Përshëndetje. Përshëndetje, dashur, nga telefonon? Po du jeva. Po du jeva, si je? Mirë, faleminderit juve. Mirë dhe ne. Çka të bën me telefonu bashkë për këtë temë? Çka mendove kur e pe temën? Tema që ma ka prek mas shumë të zemrën. Pse? Po jam motër, kam 3 vllazër. Po? Një më ka ndru jetë, Mosh 3? 50 vjeçare. Po. Ka qenë e gurbet, koha e ardhjes. Po? E tash, ai nuk vjen, Kur ka vdek vllau? para 2 vite. Shumë e freskët kështu dhimbja, edhe përjeton ende më rënd të e ditë që tash vinë në këtë periudhë gjithë. Ka fëmijë vllau? Po, Edhe? Ç'është me raporti me kalan ta? mirë, shumë, raporti shumë i mirë. Po mungesa e tij se raporti jeta vazhdon gjitha. Me këtë vlla ke qenë më e lidhur kështu? Me gjithë, po me këto shumë. Çka të kujtohet më shumë të kur keni qenë ndoshta edhe fëmijë kështu? Pa i ka shku mosh 3, ka dalë në gurbet, atje ka qenë, Po? në Gjermani. Thuj se 27 vite. Telefonatat, me to që i kam bo 3-4 rënditjet. Mungesa zani, malli, përqafimi. Sigurisht. Se fëmiria shumë pak në kujtohet njëre. Po. Edhe ka dalë shumë mosh 3 në gurbet, sigurisht që po. Se ne njeriu kur po martohet, po krijon familjen, po largohen pak senet, po ndarja po të shkatrojke. Është e dëmshme, po. Nga kjo bit, Është e dëmshme kur e kupton që nuk është ma dhe nuk e qëndru shumë me të. Ashtu është, po, shoqëri kemi edhe këta 2 tjerët. Po. Me këta vëllezërit tjerë, ç'është janë raportet? E Shumë ke të njëjtë si me vëllain që veç kanë ndru jetë? Po. Raportit i kemi shumë të mira, po veç mungesa e tina që nuk është me neve ma prezent. Motra vllazën, shumë kemi raportit mira, kaloj mirë. Po. Po jeta është kja, çka me vo? Ky vllau që ka ndru jetë ka qenë më i riu nga vëllezërit? Më i madhi. Më i madhi ka qenë. Po ka qenë mas motrave. Po, ç'është ka ndru jetë nëse munde me ditë? Ka pasur Po. infrakt.